Besojmë që panajire tilla të kemi edhe në Prishtinë vitin e ardhshëm, shumë më shumë se sa viteve tjera të mëhershme para pandemisë. Vetë prezenca e gjitha këtyre bizneseve tregon interesimin edhe tyne për të zhvilluar sa më shumë Shqipëria dhe vendet e rajonit që janë të interesuar për që të jenë prezente sa më shumë në tregun shqiptar. Natyrisht që në këtë panel janë disa biznese që janë prezente në Kosovë, po janë shumë pak krahasim me mundësitë që ka Kosova që të jetë prezente në panajiret e ndryshme. Natyrisht që ne si vend viteve të fundit për shkak të edhe problemeve politike kemi pas ngjecje në zhvillimin ekonomik dhe hapja më e madhe ndoshta më shumë do të na dëmtojë se sa do të na hap për shkak se kemi nevojë që shumë të fuqizohemi me infrastrukturë ligjore, edhe me një ofertë po me biznes, po edhe me mbrojtjen e bizneseve tona, mirë që të kemi mundësi të kemi pastaj hapje më të madhe sikur vende tjera të cilat i kanë realizuar këto shumë më herët. Po, ne e pam që është prezente Serbia në një pjesë të panajirit dhe besojmë që viteve tjera Kosova do të jetë shumë më shumë prezente, natyrisht që jemi në kontakt tash edhe me udhëheqësit e panajirit Keks Expo Group dhe besojmë që bashkë me ta viteve tjera do të jemi shumë më aktiv dhe shumë më prezent edhe këtu, po edhe në vende të tjera.